يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد Ata të cilët thojnë Zoti in është Allahu, thumë me stakamu, pastaj qëndrojnë në këtë fjalë. Nuk luhate, se vetëm me thënje dhe vetëm me deklarat o vëllezër të dashur nuk shpëtohet. للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا. Ata të cilët deklarohen se janë musliman, ndërsa punët i bëjnë si të tjerët, Allahu dhul Gjelal thot, pse thoni ata që se punoni, pse thoni ata që se praktikoni. وبنيت المجد أطواد الشداد أنت يا Pra ata që e thoni duhet ta punoni, ata që thoni është e mirë duhet ta ndihmoni, ata që e shihni se është e keq që duhet ta pengoni, dhe nga kjo mos u largohni dhe mos devijoni, se nuk jeni musliman të vërtet vetëm në mënyrë deklarative. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب. Allahu dhul Gjelal hipokritët i përshkruan në këtë formë. Thot, ato thojnë me gjuhë të veta çka se kanë në zemër, ndërsa muslimani e thot ato çka e kanë në zemër dhe ato çka e thot e çet në vepër. Në praktik, lumë për to, ajo është fatlum, ajo është i shpëtuar, ajo është i përgëzuar me të mirat e xhennetit. Allahu inshallah të gjithëve nasip me. في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشأن. Mos u pështetni atyre që janë zullumqar, mos u pështetni atyre, mos i përkrahni zullumqarët, mos i përkrahni iniciativat e fllihura, mos i ndihmoni, mos ju dorë trokiteni, mos i përcjellni, mos i lavdroni, largohuni prej tyre, largohuni prej atyre që merren me bigjoz, që merren me kamat, që merren me programe të fllihura, që merren me organizime të ndyta, mos i përkrahni. أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد. Duke u nis prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ka qenë pejgamberi këmbgulës, kjo vazhdon për të rit ton, se ndonjëherë dikush prej tonëve thot, po, unë e du islam, unë nuk du të rri me vajza, unë nuk përshëndetem për dore, pa e din se kam bet i vetmuar në klas. Ti nëse ke mbet i vetmuar në klas, mos u dëshprose, do t'jesh në xhennet me shok tu që do t'i gjesh, por i dalluar nga ton prapshtanët. Mos mendo se vetëm tije, po edhe nëse mbetesh i vetmuar, mos harro se jetu shker në tragun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se dhe ai ka qenë i vetmuar në shumë raste. وبنيت المجد أطواد الشداد. Edhe ti do ta kesh me vete ndonjë djalosh, edhe motra muslimane do ta ketë me vete ndonjë motër, kur ta shef se ajo është në rrugë të vërtet dhe është me bindje dhe nuk luhat. Pra istikam do të thotë qëndrueshmëri, qëndrueshmëri në dashurinë e Allahut dhul Gjelal, qëndrueshmëri në dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. يحب القوم جمعا لا فرادا. O rini e dashur, mos i përkrahni ata që kanë dështu, mos u frigohni se vetë nuk mbeteni, por i keni me vete njerëzit e mirë, me laiket dhe razi lëkun e Allahut dhul Gjelal. Mos thuaj, po si mos të shkoj unë në matur, mbes vetëm unë, e atëherë qka u bo, atëherë po shkoj edhe unë, ku të shkojnë krejt edhe unë, a është razi Allahut dhul Gjelal. Në këtë formë të cilën festohet matura në këto vitet e fundit o vëllezër të dashur, a është razi Allahu dhul Gjelal? Djem e vajzas bashku, edhe ato me një bidat të fliqur, që e kanë bo tradit ato që i mësojnë kinë se i mësojnë fëmijët tanë, dhe e tuin arsimin edukativ arsimor. Pra thojnë, shkolla është program edukativ arsimor. Qatë edukativ hiqe, s'osh edukat. A di qka do në thot edukativ? Do të thot se aje edukon fëmin tonë. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. Ai nuk edukon, pa i mundot që aprish edukatën që ja ke mbjell të shpija. Dhe i thot mos i ndjoni mo plesh se ka kalua jo ko, s'ka gjo për një nati pse zbavitesh, mo me këto shokti nuk takohesh, valzoti vajza muslimane me djalin e huaj muslimon sonte edhe mo i jep fund,
Zotën qatëheri e fund edhe edukatës, edhe terbijes, edhe islamit. I thua fund i dhash. Pra i jep fund të mirës, jo të keqës. أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مرا. Pra vëllezër të dashur, rrugë dalje që të mos jemi ekstrem. Njoni thot nuk ka fest dhe nuk ka festim të maturës. Jo, ka festim të maturës. Ka festim të maturës. E di pse? Ti feston se ke kry shkollën e mesme dhe të hapen rrugët për fakultet. Elhamdulillah, festo vllai dashur. Festo motër muslimane, po jo me haram. Tu bëhni ato që jeni të mirë, ato që jeni të dhëzuar, ato që keni frikë Allahun, ato që keni respekt pejgamberin. Bashkohuni në një lokal të mirë, në një shtëpi të mirë, apo në një lokal pa alkohol, gëzohuni, hani pini, akshamin mos e harroni, kur dhja cia faljes bashku, përmendni Allahun dhe pejgamberin, uronja njëri tjetrit dhe unë prej këtu ja uroj këtine dhe urim ju qoftë pra. ولكن نحن لولاك لما شئنا اتحاد. Por, jo në atë mënirë, vajza e djemë së bashku, në për restorane, arsimtarët me torë, gjithë natën, disa edhe me alkohol, e sa prej tyre në Zotin arrujt, me punë të këqia, mos flasin për cigarë, mos flasin për vallëzime, dhe kushte pas kanë bënë, që kur të dalen para publikut, të dalen me partner të përbashkut. Një djalë me një vajzë për krahu. E nesër, unë e marë që tërkon dhe ajo merë që tërkon. Zotë ju dhashtë hajrin. A ti edhe asa. أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. Vëllezër të dashur, a nuk ashtë qoro dite kjo? A më qka bëhet për një natë? Subhanallah, për një natë bëhet katastrofë. Shumë është një natë për të bëhe laqë. Për të bëhe laqë një minutë mjafton, o vllai dashur. Për të bëhe laqë një minutë mjafton. Nuk ka nevoj një natë të tërë të hargjosh ti duke u borezi. Pra keni kujdes, prind musliman, keni kujdes për edukimin e fëmijëve tuaj. Duhet kemi kujdes për evladin ton. Duhet të kemi parim në islam. Nuk duhet të lejojmë ashtu si që i kanë dhe çdo kuaj. Po na jemi elhamdulillah të udhëzuar. Dhe nuk e kritikojmë festimin e maturës, por e kritikojmë festimin e kuturës. Se disa e festojnë maturën, disa kuturën. E kutura në islam nuk shkohet kutura. Si mshelas nuk shkohet, o vllai dashur. Si mshelas e di ku shkon? Në grop. Si mshelas shkon në grop në dunjo dhe në grop të xhehenemit. Por na elhamdulillah, Allahu dhul xhalal na ka udhëzu, Kur'an na ka dhuru, pejgamber na ka dërgu, mësimet i kemi para vetes. Jemi të sinqert dhe jemi sinqer që të mos mashtrohemi. Ajo e keqja ka alternativë. A nuk ka për juve të cilët mund të shkepen nga vajzat dhe nga ato të këqit dhe të organizojnë në mënyrë të lejuar, në mënyrë halal. Bonje se pari kjo generat, e të jeni udhërëfis për të tjerët, e të keni pastaj se vapin atyre që dhe të bëjnë pas juve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men senne sunneten hasane, falahu ajruhu wa ajru men amile bihi. Kush e bën një tradit mirë, e nis një rrugë të mbarë, ai do të ka sevap edhe për ata që do të vinë mbrapa. Vitin ardhshëm kur të vi koha e maturës, do të ndahet një grup prej djemve veç dhe një grup prej motrave muslimane veç dhe do të thojnë, na si meshkuj do ta festojmë maturën, çashtu si e bën ato të vjeshmit, edhe ishte në rregull. Edhe motrat muslimane do të thojnë, edhe na do të ndahemi dhe do ta festojmë në mënyrë të lejuar, do ta festojmë me abdes, do ta festojmë me gëzime, me urime, me namaz, me zikër, me disa fjalë të bukura, edhe kjo do të urohet dhe nga Allahu do të jetë uruar, nga Allahu do të jetë bekuar. Fatlum është ai që nis punën e mirë. Nuk kemi ekstrem në islam, elhamdulillah. Në islam ka tolerancë dhe nuk ka fe ma tolerante se islami, o vëllezër të dashur. Por në haram, islami nuk toleron. Islami nuk toleron mos o natë e maturës. Shikjo, unë nuk kam pi vetëm natën e maturës. Shtu thot, ha? Edhe mo nuk pi mo, vetëm natën e maturës. E di pse? Për hatër shoqënisë, po mo dahem prej këtyre. Dahu dhe kur mos u bashku.
زايد الخيرات سل عنه شمالا. Allahu dhul Gjalal ka thonë, e tajibatu li tajibin, o tajibine li tajibat. Të pastërtit meriton të pastrën, e pastra meriton të pastrin. O al habithatu li habithin, ato të fliqurit me të fliqurat. Lej të fliqurit me të fliqurat. Ti mos u solidarizon me ata. عرفوا زايد ذاك الشأن من بالبذل ساد قدر ما